Kryeministri Edi Rama, në një dalje publike ku foli edhe për çështjen e lidhur me ministren Belinda Balluku, përmendi një sër projektesh infrastrukturore të realizuara gjatë viteve të fundit nga qeveria. Ai i paraqiti këto investime si arritje të rëndësishme pavarësisht kritikave që janë bërë për disa prej tyre, të cilat sipas kundërshtarëve kanë hasur probleme financiare, teknike apo vonesa në realizim. Në fjalën e tij, Rama përmendi disa segmente rrugore dhe projekte të rëndësishme, si rruga Orikum-Dukat, tuneli i Llogaras, aksi Korç-Ersek, segmenti i Qukës-Qaf-Ploç, rruga e Arbrit dhe rruga Thuman-Kashar. Sipas tij, këto vepra janë realizuar gjatë viteve të fundit dhe kanë sjellë përmirësime të ndjeshme në infrastrukturën rrugore të vendit. Rama theksoi se disa prej këtyre projekteve u trashëguan me probleme të mëdha nga qeveritë e mëparshme dhe se realizimi i tyre kërkoi përpjekje të konsiderueshme, përfshirë negociata me kreditorët dhe zgjidhjen e çështjeve administrative apo pronësore. Ai përmendi se gjatë ndërtimit të disa rrugëve janë hasur pengesa të ndryshme, si çështje shpronësimesh, legalizimesh apo kundërshtime që çuan edhe në protesta dhe bllokime të punimeve. Kryeministri u bëri thirrje qytetarëve që të krahasojnë situatën e sotme me atë të viteve më parë, duke kujtuar vështirësitë e udhëtimit në disa zona të vendit. Sipas tij, rrugët e reja kanë shkurtuar ndjeshëm kohën e udhëtimit dhe kanë përmirësuar lidhjen mes qyteteve. Në fund, Rama theksoi se zhvillimi i infrastrukturës kërkon investime të mëdha dhe kohë, duke shtuar se projekte të tjera, si ndërtimi i hekurudhave, janë edhe më sfiduese për një vend që po i ndërton ato pothuajse nga e para.